Pak pasi gjykata mori vendim që të bllokojë çdo veprim të shoqërisë Mapco Construction SA në aeroportin e Vlorës, ka reaguar Begjet Pacolli. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Pacolli shkruan se aeroporti po përfundon brenda afateve kontraktuale, duke kujdesur të lavdërojë vizionin estetik të kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë ai jep po ashtu akuza se nga Shqipëria po i bëhet një komplot për t'i marrë atë çka është e tij, duke ju referuar aeroportit të Vlorës. Çfarë është ky komplot i koordinuar në Shqipëri kundër emrit tim, pikërisht tani që ndërtimit të aeroportit po i vjen fundi? Çfarë janë këto ofendime? Kush po e orkestron këtë fushat shpifjesh dhe pse? Unë, përveç se po përpiqem të mbroj pronën time, nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe nuk kam iniciuar asnjë proces gjyqësor që të shërbejë si shkak për përfolje. Duket qartë se dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për të dhënë as dëshminë, as sqarimet e mia. Nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja, por nuk do të pranoj kurrë asgjë që nuk më takon. Kam dhënë kontributin tim të ndershëm me qindra miliona euro investime që vijnë 100% nga asetet e mia personale, të dokumentuara dhe të garantuara me fondet dhe kolateralet e mia private, asnjë qindark publike. Çdo gjë ka ardhur nga puna, besimi dhe sakrifica ime. Fakte, dokumentet dhe Zoti janë dëshmitar të qëllimeve të mia të mira. Dua të lë në Vlorë një trashëgimi, duke e ditur mirë që ky investim me vështirësi do të rikthehet, por një gjë është e sigurt, nuk mund të duroj më këtë padrejtësi, ku përbaltet emri im, dinjiteti dhe investimi im. Këto sulme të organizuara do t'i përballoj me të vërtetën dhe me faktet në dorë. Në një koment poshtë statusit të tij, Pacolli thekson se ditët e fundit në media po qarkullojnë shkrime të sponsorizuara kundër tij, thashë theme e teori konspirative nga persona që Baca Begjet thotë se u ka ndërprer tagjim për shkak të abuzimeve. Ditët e fundit po qarkullojnë artikuj të sponsorizuar, thashë theme e teori konspirative nga individë të cilëve u ka ndërprer tagjim për shkak të abuzimeve evidente që kanë kryer. Besoj fort se drejtësia do të veprojë në mënyrë të paançme dhe ligjore, duke bërë detyrën e saj ashtu siç duhet, shton Pacolli. Reagimi i Begjet Pacollit vjen pas lajmeve për një vendim të gjykatës së Tiranës që vendosi të bllokojë çdo veprim të mundshëm të tij ndaj koncesionarit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Sipas vendimit, gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e paraqitur dhe ka marrë masën e sigurimit të padis ndaj shoqërisë Vlora International Airport, duke pezulluar çdo vendim të planifikuar në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve, e cila ishte caktuar të mbahej me 20 tetor 2025. Gjithashtu, në bazë të këtij vendimi, pezullohet e drejta e votës e ortakut të shumicës, shoqërisë Mapco Construction SA, e drejtuar nga Begjet Pacolli, deri në regjistrimin e kontratës së shitjes së 49% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Via SHPK, të transferuara më 2 prill 2025 tek blerësi 2A Group SHPK. Ndërkohë, në një postim të 2 ditëve më parë, ish-presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ndau një mesazh entuziast për përfundimin e punimeve në aeroportin e Vlorës, të cilin e cilëson si një nga projektet më të mëdha private në infrastrukturën publike në Shqipëri. Aeroporti i Vlorës po përfundon brenda afatit kontraktual dhe po merr formën e një prej aeroporteve më moderne, më funksional dhe më të bukur në të gjithë rajonin, ka shkruar Pacolli. Ai madje vlerësoi edhe rolin personal të kryeministrit Edi Rama, duke theksuar vizionin e tij për dizajnin dhe zgjidhjet estetike të aeroportit. Sipas Pacollit, kjo vepër po shndërrohet në një butik aeroport unik në llojin e vet dhe krenari kombëtare. Aeroporti i Vlorës është hipotekuar si garanci financiare kundrejt një marrëveshjeje huaje midis Mapco Construction SA dhe Delfo Securities SAR për një shumë prej $100 milion marrë nga Begjet Pacolli në mars të këtij viti. Dokumenti që ka siguruar Gazeta Tema tregon një kontratë kredie midis Mapco Construction, që është huamarrësi, dhe Delfo Securities, që është huadhënësi, e datës 26 mars 2025 me një shumë totale prej 100 milion eurosh. Huadhënësi ka vendosur si kusht dorëzimin e dokumenteve ligjore, licencave, marrëveshjeve të koncesionit dhe garancive, si dhe miratimin nga autoritetet shqiptare dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të Vias. Po ashtu, tek paketa e sigurisë është theksuar se duan garanci mbi të ardhurat e Vlora International Airport, përfshirë edhe garanci qeveritare, si dhe garancit mbi llogaritë e projektit. Në një marrëveshje anësore si aneks i kësaj marrëveshjeje, thuhet se Vlora International Airport do të bëhet bashkëhuamarrës pas fillimit të projektit. Para kësaj nuk kërkohet miratimi i qeverisë shqiptare. Pra këtu qëndron pika kyçe në shkalimit të kontrollit të qeverisë mbi koncesionin dhe mundësinë e përfundimit të tij në një fond investimesh offshore, pas të cilit qëndrojnë investitorë rus dhe kazak. Totali i shumës është facility amount $100 milion, ndërsa shuma e angazhuar është $97 milion.
Qëllimi është financimi i ndërtimit dhe operimit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës dhe shpenzimeve të përgjithshme kooperative e lidhura me këtë projekt. Periudha e interesit është 1 vit pas dispursimit dhe çdo vit më pas, ndërsa termat kryesor financiar janë me interes fillestar 7.625% në vit. Interesi për vonesat shkon nga 9.625% deri në 13.625% në varësi të kohëzgjatjes së mospagimit. Pra, pagesa e këstit do të bëhet çdo vit me detyrim për të shlyer të paktën 20% të shumës së UA-s në çdo vit të fundit të periudhës së UA-s. Huadhënësi ka vënë sikush dorëzimin e dokumenteve ligjore, licencave, marrëveshjeve të koncesionit dhe garancive si dhe miratimin nga autoritetet shqiptare dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të vijas. Në paketën e sigurisë përcaktohet qartë se duhen garancimi të ardhurat e aeroportit të Vlorës, përfshirë garancinë qeveritare dhe garancitë mbi llogaritë e projektit. Nga një hetim më i thelluar kuptohet se Delphos Security, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e inkorporuar sipas ligjeve të Luksemburgut, është një subjekt i pasiguruar i titullarizimit. Sipas ligjit të Luksemburgut të datës 22 mars 2004, selia e saj është në adresën Antoni Jans në Luksemburg dhe është e regjistruar në regjistrin e tregtisë dhe shoqërive të këtij vendi me numrin B291432. Kompania përfaqësohet nga Bart Turtleboom, banues në Zvicër, mbajtës i pasaportës zvicerane që vepron në emër të ndarjes së saj. Pra, financuesi i saj real është Compartment Bernina, e cila është një kompani offshore. Nga ana tjetër, Bart Turtleboom ka qenë i përfshirë në klubin e Parisit me Rusin, veçanërisht në lidhje me borxhin rus ndaj këtij klubi, si pjesë e rëndësishme e karrierës së tij në financa ndërkombëtare. Ai ka punuar në transaksione që kanë të bëjnë me Rusin dhe tregjet në zhvillim, ndërsa Compartment Bernina formalisht nuk dihet kush e zotëron, por pas saj qëndrojnë personazhe nga Kazakistani dhe Rusia.